280 maturantë të shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivari kanë dhënë fund shkollimit të mesëm. Ceremonia u zhvillua në oborin e shkollës, ku pos maturantëve merrnin pjesë edhe një numër i madh i prindërve dhe të afërmve të tyre. Drejtori Jeton Sulejmani e hapi programin, ai me këtë rast ka uruar maturantët të kenë rrugë pas një barierë gjatë gjithë jetës së tyre. Sot, ndërsa largoheni nga kjo shkollë, merrni me vete më shumë se sa diploma. Merrni përvojën, sakrificat, netët pa gjumë, emocionet, e para një pacienti. Gabimet që ju kanë bërë më të kujdesshëm dhe mësimet që do të ndihmojnë të bëheni edhe më të mirë. Mos harroni kur këtë. Dia pa dashuri për njeriu nuk mjafton. Kujdesi pa etik nuk ka vlerë. Ambicia pa përullësi është e bosh. Në emër të gjithë stafit pedagogjik, në emër të gjithë atyre që kanë punuar për ju, për t'ju edukuar dhe formuar, ju them me zemër, urime dhe jemi krenar me ju. Për nxënësit e dalluar, shkolla ndau mirënjohje dhe disa dhurata. Te paralelet me mësim në gjuhën shqipe, nxënëse gjenerate u zgjodh Hana Osmani, te paralelet me mësim në gjuhën maqedonese, Lucia Vasileska, kurse Nesrin Kaplan te paralelet me mësim në gjuhën turke. Lëvdata kishte edhe për nxënësit të cilët kanë arritur suksese të ndryshme gjatë 4 viteve nga çdo paralele. Nxënësit kanë falenderuar mësimdhënësit e tyre për mundin e dhënë për t'i edukuar për 4 vite, ndërsa premtuan se kudo që t'i nxjerr vala e jetës, ata me njëri tjetrin do të vazhdojnë t'i mbajnë kontaktet. Në emër të tyre, fjalë përshëndetëse mbajti Endrit Bajrami, kryetari i Bashkësisë së Nxënësve. Ne po ndajemi nga njerëzit që nuk kursiem asgjë nga vetja e tyre. Na deshën, na aftësuan, na edukuan dhe ja ku jemi. Jemi maturantët elit të qytetit tonë. Nuk na mbetet gjë tjetër, përveç që t'i falenderojmë përzemërsisht, t'u jemi mirënjohës dhe të përulemi për veprën, mundi dhe sakrificën që dhanë për ne. Faleminderit profesor të dashur, faleminderit udhëheqësi e shkollës, faleminderit prind të dashur. Respekt dhe mirënjohje për të gjithë. Ceremonia u mbyll me numërim mbrapsht dhe hedhjen e kapelave. 4, 3